Propozim ligji për ndryshim të ligjit për inspektoratin për përdorimin e gjuhëve i propozuar nga deputetët e Lëvizjes Znam ka hyrë në procedurë parlamentare me procedurë të shkurtuar. Deputeti Boban Karapejovski, njëri ndër propozuesit në elaborimin e propozimit të tyre, ka mohuar pretendimet e opozitës shqiptare se me këtë ligj inspektoratit të gjuhëve i merren ingerencat apo i kufizohen kompetencat. Esenca e plotësimit dhe ndryshimit të këtij ligji në fakt është harmonizim me ligjin për mbikëqyrje inspektuese. Në dhjetor të vitit 2024 është fshirë subjektiviteti juridik i të gjitha inspektorateve. Deri më tani këtë harmonizim e kemi bërë për të gjitha inspektoratet e tjera. Por sipas deputetit të BDI-s Tala Xhaferi, ligji për inspektoratin e gjuhëve buron nga ligji special për përdorimin e gjuhëve, prandaj ky propozim sipas tij është antikushtetues. Me ligjin për inspektoratin, me propozimin që bëni, ju ndërhyni në ligjin për përdorimin e gjuhëve në 20 dhe abrogoni normat të një ligji tjetër me këtë ligj, që as procedura nuk e lejon, as për që kushtetuta e lejon. Nëse ka qenë ideja që statusi juridik i inspektoratit për gjuhëve të abrogohet, të anulohet, pse nuk bëhet propozim ligj për ndryshim dhe plotësim të ligjit për gjuhët, dhe atje të thuhet që statusi ma nuk është person juridik, që edhe ky ligj më së ndet të merr formën si duhet. Edhe deputeti i VMRO DPMN-s Bojan Stojanovski tha se me këtë ligj nuk cënohet ndonjë e drejtë, as nuk merret ndonjë mundësi ligjore apo kushtetuese kujdo qoftë. Ky ligj, këto faqe për të cilët ne diskutojmë sot, është ekskluzivisht në drejtim që të punësuarit atje të mund të realizojnë obligimet e tyre, përkatësisht institucioni të mund të realizojë obligimet që i kanë ndaj të punësuarve. Në aspekt të asaj që dikush mund të ndërhyjë në punën e atij institucioni nuk është e vërtetë. Kujtojmë se në dhjetor të vitit të kaluar Kuvendi ndryshoi ligjin për mbikëqyrjen inspektuese. Me këtë inspektorateve i është hequr statusi juridik si pasojë e mosharmonizimit me ndryshimet ligjore të punësuarit në inspektoratin e gjuhëve, i cili tashmë është në Ministrinë e Drejtësisë, kanë mbetur 4 muaj pa paga.